dhjetore gjysmore pushimi. Po bakshishe kështu ndodhe aty për shembull që dikush kënaqet dhe të lë lek në dorë? Jo. Të vërtetën se nuk na dëgjojnë në spital, thuaj të vërtet. Jo, është e vërtet, nuk mundet, është e ndaluar, shiko, kur un kam jo vetëm në këto, un kam punuar edhe në spitale private, nuk është i pari spital që un punoj, po në çdo spital që un kam punuar, kur merr kontratën e punës, kur ti firmos për të bërë punëtori aty institucioni, në kontratë thuhet shprehimisht që ti nuk lejohet që të marrësh diçka nga pacienti, edhe nëse pacienti e ka, domethënë e ka si ta them fjalën, e ka si në të nevojshme, do të jetë mirënjohës. Të faleminderi, të jetë mirënjohës. Jo, nuk mund ta pranosh. Gjëja që mund të pranosh, do të vesh ti thuash menaxherit që shiko se pacienti në X dhomë më ofroi diçka, unë nuk e pranova, duhet vesh ta njoftosh. E refuzova, edhe ai shkon pastaj atje dhe i thotë që shiko se ne në bazë të protokolleve që ne kemi, në bazë të rregullores nuk lejohet, por ti në shenjë respekti, jo vetëm për atë, po për shembull nëse dëshiron, mund të porosisësh ose të bësh një order thjesht për kafe, edhe spitali ka kafeteria dhe vetë e porosit atje, dhe ata vinë e sjellin për shembull për sa veta janë puna atë ditë, e sjellin kafe për gjithë. Ose donuts që i thonë. Po në Shqipëri, në Fier, për shembull, si ishte? Në Fier ishte... Shiko, në Fier ishte ndryshe, ekzistonte bakshishi, mos ta mohojmë tani, mos të bëjmë cinikun, ekzistonte bakshishi, jepej bakshishi, në disa raste ishte imponuar nga disa, në disa raste ishte i jepin në mënyrë falenderuese. E kuptoj. Por që bakshishi është një gjë që nuk mund të eliminohet në kuptimin që kërkon shumë punë, kërkon shumë mund dhe kërkon një ndryrim mentaliteti në mënyrë të theksuari që të filloj të iki nga ajo pjesë e... Është aty do të thonë nëse aty të kap